Si funksionojnë vaksinat dhe pse nuk duhet të kemi frikë? Nëse dikush do t'ju thoshte, për të mos u sëmurur unë do të injektoj një pjesë të virusit ose bakterit brenda trupit tënd, cila do të ishte gjëja e parë që do të mendonit? Ndoshta, prisni pak, unë jam shëndosh e mirë, pse duhet të fus një virus në trupin tim? A nuk më rrezikon kjo më shumë? Kjo është një nga pyetjet më logjike dhe më të shpeshta që njerëzit bëjnë sot. Ideja e futjes së diçkaje të huaj në trup ngjall natyrshëm frikë. Por po sikur t'ju thoja se vaksina nuk është një infekcion, por një stërvitje ushtarake për trupin tuaj. Sot do të shpjegojmë pa doreza se si hidhen dhe si ndërtohen vaksinat, pse përdoret virusi, pse nuk ju sëmurin dhe sa të sigurta janë ato në të vërtetë. Para se të futemi në laboratorin e shkencës, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video mbi shëndetin. Zbërthimi i dyshimeve. Pse hidhet virusi vet dhe si çarmatoset ai? Le t'i përgjigjemi pyetjes kryesore. Pse ka virus brenda vaksinës? Sistemi ynë imunitar funksionon si një polici inteligjente. Që ai të mësoj të luftojë një armik, ai duhet t'ia shohë fytyrën e tij. Nëse policia nuk e ka fotografinë e kriminalit, nuk mund të arrestojë atë. Vaksina bën pikërisht këtë. I tregon trupit fotografinë e virusit. Por është i rrezikshëm? Jo, sepse virusi në vaksinë është i çarmatosur. Shkencëtarët përdorin disa mënyra për ta bërë këtë. Tek teknologjitë tradicionale, virusi ose vritet plotësisht të bëhet i pa aktivizuar, ose do bësohet aq shumë sa që nuk ka asnjë fuqi të shumohet apo të shkaktojë sëmundje. Tek teknologjitë e reja si mRNA, nuk hidhet fare virusi i plot. Hidhet vetëm një udhëzim, një kod i thjeshtë që i tregon trupit vetëm formën e njërës prej proteinave të virusit. Trupi e krijon këtë pjesës të padëmshme, mëson ta luftojë dhe pastaj e shkatëron kodin brenda pak orësh. Nëse nuk jam i sëmur, pse duhet ta marr? Miti i rritjes së rrezikut. Shumë njerëz mendojnë, unë jam mirë, nëse marr vaksinën, mos e rris rrezikun që të sëmurem. Mendojeni kështu. A e vendosni ripin e sigurimit në makinë pasi keni bërë aksident apo përpara që t'jeni të mbrojtur? Vaksinat janë mbrojtje parandaluese. Nëse trupi juaj takohet për herë të parë me një virus të egër dhe të fortë në natyrë, pa pasur asnjë përgatitje sistemit imunitar, do t'i duhen ditë ose javë të tëra për të kuptuar se si ta luftoj. Gjatë kësaj kohe virusi mund të shkatërrojë organet tuaja. Vaksina siguron që kur të përballeni me virusin e vërtet, trupi juaj ta ketë ushtrin gati dhe ta azgjësojë atë pa kohë pa u sëmurur fare. Sa të sigurta janë vaksinat? Një tjetër pyetje me vend është sa të sigurta janë. Përpara se një vaksinë të vinë në farmaci apo spital, ajo kalon nëpër një filtr jashtëzakonisht të rept kontrolli, i cili shpesh zgjat me vite. Ato testohen në laborator, pastaj në grupe të vogla njerëzish dhe në fund në faza masive me 10.000 vullnetar nga bar bota. Çdo efekt ansor monitorohet. Po, vaksinat kanë efekte ansore afatshkurtra, si dhimbje krau, pak temperaturë ose lodhje për 1 apo 2 ditë. Por kjo nuk do të thotë se jeni sëmur. Kjo është shenja që tregon se vaksina po punon dhe sistemi juaj imunitar po stërvitet dhe po krijon antitrupa. Pse duhet i bëjmë ato? Vaksinimi nuk është vetëm një vendim personal për shëndetin tonë. Ai është një akt solidarizimi shoqëror, sepse ekziston diçka që quhet imuniteti i tufës ose i komunitetit. Në shoqërinë tonë ka njerëz që nuk mund të bëjnë vaksina, foshnjat e vogla që nuk kanë mbushur moshën, njerëzit që po bëjnë kimioterapi për kancer, apo personat me sëmundje të rënda autoimune. Këta njerëz janë plotësisht të pambrojtur. Kur ne që jemi të shëndetshëm vaksinohemi, ne bëhemi si një mburojë rrethuese. Virusi nuk na infekton dot ne, dhe duke mos na infektuar ne, ai nuk mund të kalojë tek këta njerëz të pafajshëm e të ndjeshëm. Përmes vaksinave njerëzimi ka arritur të zhduk pothuajse plotësisht të sëmundje të tmerrshme që dikur vrisnin miliona fëmijë, si variola apo poliomeliti. Të kesh pyetje dhe dyshime është shenjë më një mendjeje të shëndosh që kërkon të informohet. Shkenca nuk kërkon besim të verbër, ajo bazohet në prova.
Dhe provat tregojnë se vaksinat janë një nga zbulimet më jetëshpëtuese në historinë e njerëzimit. Nëse keni pyetje specifike apo dyshime të tjera, mos nguroni t'i shkruani poshtë në komente. Gjithashtu bisedoni gjithmonë me mjekun tuaj të familjes, i cili njeh historinë tuaj mjekësore. Nëse ky shpjegim ju ndihmoi të shihni gjërat më qartë, bëni një like të fortë dhe shpërndajeni video me miqtë tuaj dhe shihemi në videon e radhës. Qëndroni të informuar dhe kujdesuni për shëndetin tuaj.